Të falenderojmë votuesin. Gazetari dhe shkrimtari Marash Mirashi prezantoi në Lezhë romanin e tij më të fundit, të titulluar Vula. Kjo vepër, e cila merr shtys nga lufta e gjatë e dy grupimeve të njohura për të mbrojtur përkatësinë e Vulës, është ndërruar mjeshtërisht nga autori në një përrallë moderne. Loja e imagjinatës sfidon kujtesën mes reales dhe të trilluarës, duke vendosur lexuesin përballë një universi ku realiteti dhe fantazia ndërthuren në mënyrë befasuese. Ky botim u prit me interes nga lexuesit dhe dashamirësit e letërsisë, të cilët vlerësuan stilin e veçantë të autorit, gjuhën satirike, groteskun dhe mënyrën se si ndërthur filozofinë me artin e rrëfimit. Edhe nëpërmes saj ai i dhan personazhin e veçantë është në këtë libër semiotika, shenjat që sjellai, mënyrë loja që bën edhe me intermezzo që janë si të ndërkallura në tekst, për të sjellur në vëmendje personazhin edhe me marrë linjën kryesore. Kjo është një aspekt stilistik i tij i dallueshëm dhe i pëlqyeshëm për lexuesin. Unë kam 3 dekada gjysë që lexoj poezinë e Marash Mirashit dhe e lexoj për te miqësisë time me të, sikundërse ndjek me po të njëjtin respekt e dashuri publicistikën e tij, e cila ka ecë pa u ndalë një kursi krejt përveçme nëpërmjet një hapësine të blerë të plotjet prej fiks 3 dekadash. Alegoria, ironia therse, zua poetike dhe ndërtimi eksperimental e bën romanin e manifest kundër konformizmit dhe hipokrizisë politike. Lexuesi në fund mbetet me pyetjen se sintetizon të gjithë veprën. Në fakt edhe vetë opinioni publik më të kohës janë këtë, po themi, kryqëzim. Në Republikën e Absurdisë, kush e ka Vulën? Dhe më rëndësishmja, a ka me ndonjë rëndësi se kush e ka këtë Vulë? Në strukturën e tij fillimisht ai duket sikur është një kronik me hyrjet në fillim të çdo paragrafi që shpjegon në një farë mënyrë çfarë do shpjellohet më tej, dhe më pas shkrimtari hyn në lojë me një gjuhë jashtëzakonisht të pasur, me lojën që bën ai me fjalën dhe me personazhet vet. Të turoj sepse vërtet më ka lënë brisa shumë dhe na rikthen po prap të gjejmë atë kohën e humbur apo atë kohën që ne nuk mundemi ta gjejmë dot për të kthyer leximin. Autori i këtij botimi, Marash Mirashi, theksoi se romani Vula është një reflektim mbi absurditetin e përditshëm, i cili shpesh maskohet si normalitet. Kur politika rend pas simboleve, qytetarët bëhen spektator të një teatri të çmendur. Romani Vula është një grotesk ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj politikës shqiptare. Është një mënyrë për të dhënë tek lexuesit një prallë moderne. Pasi po ta shohim me vëmendje, gjithçka që ka ndodhur për Vulën është më fiction se sa vetë realiteti, se sa vetë letërsia. Dhe ndoshta duke realizuar këtë libër, unë sjell për lexuesin në jo thjesht një ngjarje, nuk sjell një kronologji se çfarë ka ndodhur me Vulën, pasi ajo nuk më intereson, por e kam marrë Vulën thjesht për ta përdorur për interesat e mia letrare, për të realizuar një prallë moderne që njerëzit të kënaqen, të krijojnë kënaqësi estetike duke lexuar këtë libër, i cili mendoj se nga ato që u thanë është një libër që ndoshta do të ketë lexuesit e vet. Kjo mendoj unë që është pikërisht themeli dhe mesazhi kryesor i këtij romani. Ky botim i gazetarit dhe shkrimtarit Marash Mirashi vjen pas suksesit të arritur në romanin Brirët, i cili tërhoqi vëmendjen e lexuesve duke u vlerësuar me çmimin letrar atë Gjergj Fishta në vitin 2024. Vula është një ndër veprat